Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, si dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore kanë shpalosur programin e tyre elektoral që do të çojë vendin sipas tyre drejt fitores pas zgjedhjeve të 11 majit. Berisha e ka cilësuar fushatën si një betejë çlirimtare për të shëmur atë që ai e quan diktaturë të dytë e Edi Ramës. Për Berishën, faktor fitues është edhe fakti që PD ka një koalicion të gjerë opozitar, siç është Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Sipas tij, në 11 maj PD dhe aleatët e saj do të firmosin rotacionin e pushtetit. Nga ana tjetër, Berisha ka bërë disa premtime gjatë fushatës së tij. Ai ka prezantuar një program të quajtur Made in Albania, i cili ka për qëllim zhvillimin e industrisë shqiptare, krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e eksporteve. Ai ka theksuar se ky program do të kontribuojë në ngritjen e ekonomisë dhe forcimin e markave shqiptare. Berisha ka premtuar krijimin e një Shqipërie madhështore ku të rinjtë dhe gra do të jenë në qendër të zhvillimit, duke ofruar një alternativë të re përballë një qeverie që sipas tij ka dështuar në 3 mandate. Kryetari i PD-s ndër të tjera ka premtuar rritjen e pensioneve, po ashtu ka premtuar kartelen e konsumatorit për pensionistët dhe ata me të ardhurat të ulta. Ky program ka për qëllim kthimin e TVSH-s për ushqimet bazë dhe mbështetje direkte për shtresat në nevojë. Berisha ka premtuar rritjen e pagës minimale në 500 euro dhe të pagës mesatare në 1200 euro. Po ashtu ka propozuar dhënien e një shume prej 200 euro për çdo qytetar shqiptar për të përballuar rritjen e çmimeve. Berisha ka premtuar një financim prej 150 deri në 200 milion euro në vit për sektorin e bujqësisë me kredi të buta, deri në 80% të normës së interesit dhe subvencionim të sigurimeve deri në 75% të primës. Berisha ka premtuar përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët duke përfshirë uljen e taksave dhe rritjen e investimeve në infrastrukturë. Berisha në takimet e tij elektorale ka theksuar se fokusi i tij nuk janë parat apo pushteti, por është ambicia për të ndryshuar jetën e njerëzve. Dëgjuat nga Edi Rama vetëm premtime dhe mashtrime. Në qoftë se i bën analizën 12 vjeçare, Edi Rama del se profesioni i tij më i arrir është mashtrimi dhe vjedhja dhe mashtrimi. Unë nuk ju kërkoj ju as 4 vite, as 6 vite, as 12 vite. Në këtë stad të moshësime nuk kam as një ambicje, as për pushtet, as për para. Kam një ambicje të papërmbajtur, të ndryshoj jetën e shqiptarëve për mirë. Kam një ambicje të papërmbajtur, t'ja u kthej shqiptarëve parat e tyre, taksave të tyre, dhe jo t'ja u plaçkisin, si që plaçkitin sot. Kam një ambicje të krijoj një mundësi për çdo shqiptar, se këta të ri, këta qytetarë nuk kërkojnë gjë tjetër përveç se mundësi, po mundësi reale, jo mundësi me luk bosh. Ndaj dhe ftoj çdo socialist, çdo të lëkundur dhe të pa parti, ftoj çdo shqiptar të gjitha bindjeve, ftoj diasporën, emigracionin, të votojnë ndryshimin, të votojnë shansin e madh të 100 ditëve. Shqipërisë do t'i hapim një kapitull të ri, do t'a ndajmë me këtë të keqe të madhe. Shqiptarve do u rikthejmë parat e tyre. Shqiptarve do u krijojmë një mundësi të re, në mënyrë që Shqipëria të ecë në rrugën e begatisë, në rrugën e zhvillimit. Kryesocialisti Edi Rama nga ana tjetër ka ironizuar premtimet e Berishës duke i cilësuar si premtime boshe. Ndër të tjera ka thënë, detin e bën kos, por oqeanin nuk e kalon dot, duke i rikujtuar kështu kryedemokratit edhe faktin se është non grata në SBA. Ka vëllu të agjitohet se 6 milion për Latifin, po marr Latifin, po jap 6 milion. Që Latifi të më ndihmoj këtu, t'ja u boj këtyne neve, do më thënë, detin kos këtu, kur sa i të ma bëj mu oqeanin kos. Detin kos po e bon në fakt, se po bën premtime spektakolare i ka do premtimet. Bën edhe ca gabime. Kishte në Gramshta, shikoni që a i bën Gramshit ta, nga 50.000 njerëz dhe bën 60.000 njerëz. Po... Në fjerë tha, do t'i japim statusin e minatorit gjithë atyre që kanë punuar naftë. Ndryshimi vogël nga kromi ke longu, s'ka problem. Është në angë të madh, sepse erdhi tani, se po erdhi dita tani, e të vërtetës. Edhe
Deti Kos u bë kënej, po oqeani ngeli i pakalushëm me sa kuptoj unë. Mbase e kalon, nuk e di. Buf edhe fluturon, po për momentin galloc. Është kënet tamam. Bufi është buf, rrikshu. Shihni tani, vëni me kujdes, se ka dalë dielli dhe çfarë bëjnë? Marrin një tent këta, i shkojnë me tent nga mrapa, e fusin bufin hije lart atje, edhe tjerët rrinë në diell. Edhe i thot ato. Pensionin deri në 200 euro, pensionin deri në 200 euro, do e bëj 200 euro dhe ata nën 200 euro. Do me thonë, aty në hije. Kënet komplet, po t'i shofësh ato fotografit, është kënet. E më lidhen ata të gjithë. Si shmë lidhen, në këmë bret kosa, më lidhen, Nese, se ju i dini se keni kënet tu afër këne. Premtimet elektorale të çdo force politike shpesh janë të formuluara për të fituar mbështetje politike, por realizueshmëria e tyre varet nga disa faktorë si burimet financiare, vullneti politik, konteksti ndërkombëtar dhe gjendja aktuale e institucioneve. Berisha po ndjek një strategji klasike premtimesh ekonomike, me theks në përmirësimin e jetës së përditshme dhe rimëkëmbjen kombëtare. Strategjia e Berishës është populiste, ndërsa ajo e Ramës është më simbolike dhe lidhet me pasaportën e Bashkimit Evropian, por suksesi këtyre premtimeve si majtas edhe djathtas varet së pari nga besueshmëria personale e qytetarëve, të cilët do të shprehin vullnetin e tyre me votë këtë 11 maj.